Skuadra e Vllaznisë në basketbol për vajza ka siguruar vendin e 4 në kampionate, po ashtu pjesëmarrje në fazën play-off ku do diskutohet titulli kampion. Ekipi drejtuar nga Raimond Rasha fitoi edhe ndeshjen e dytë përballë Skënderbeut me rezultatin 77-46, teksa fitoi edhe në Korçë përpara kësaj sfide. Tekniku Rasha shpreh se tashmë Vllaznia do të tentojë edhe vendin e tretë në renditje. Kena bërë 2 ndeshje rreth me Korçën, ku ndeshja e parë ishte marrimi i fazë 2 të kampionatit, që ishte një hap i mirë për pretendimin në vendin e 4 të kampionat. Dhe ndeshja e parë e fazës së tretë, ku pak a shumë volosme, bile më mirë me thonë volosme vendin e 4. Pretendimi nuk mbaron këtu. Si grup do të krijojmë atë mundësi që me pretendu edhe me zonë vendin e tretë në kampionat. Vendi i tretë është i arritshëm për vajzat e basketbollit. Është e arritshme. Domethënë është e arritshme se kena Durrësin këtu, kupton? Edhe me Tiranën ne na shkon loja, domethënë kena dhënë një provë që ose një shenjë mirë që kena fituar me Tiranën. Dhe vetëm dy pretendu arritet në fitore ose në sukses. Fitimin e titullit kampion trajneri Rasha është të pamundur për Vllaznin për shkak të numrit të vogël të basketbollistëve që kanë në dispozicion. Titulli i kampion për ne është paradoks, kupton, për vetë faktin se me këtë element që kena na, që është i vogël në numër, domethënë nuk bëhen fjalë. Vllaznia e vajzave të basketbollit këtë sezon qartazi ka bërë një rritje në kampionat në ndeshjet e zhvilluara dhe të njëjtën gjë do synojë edhe për pjesën e mbetur të sezonit.